Mirëmëngjes të nderuar miq të portalit Index.al, po japim shtypin e përditshëm për datën e sotme 31/7/2014. Gazeta Shekulli e hapet me kryartikullin Shqiptarët prondarjes së re, dështojnë protestat, Himara, Vraniçti dhe Lukova 60% pro bashkimit. Më shumë pro nga Divjaka, patosi Berati, Lushnja, Skrapari, Fieri dhe Himara, më pak zonat e Veriut. Rubik. Shembel Galeria hecit desin 3 punëtor. Zhduke dëshmitari në gjyqin kundër Arben Frokut. Kultura post reforme pushtetit vendor. Nga Myzelian Hoxha, opinion. Dibër, e moshuara vritet me armë, policia dyshohet për vetvrasje. Miratohet harta e re e çmimit të tokës, ulet vlera. Auditimi, abuzime me tendera, gjobiten burgaj dhe 30 funksionar policie. Neiva Qose. Dua të jemi para shqiptare që fluturon. Projekti qeverisë, akreditim për 59 universitete, hiqet e alter teksti. Denoncimi në kryetari KLD-s Elvis Shefa falsifikoi pronën me vlerën 100 milion euro. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni më gjerësisht në gazetën Shekulli. Vijoj me gazetën e radhës Dita. Thesari, 7 miliardet e skandalit, Pullani dhe detajet e një skeme që do të përflitet këto ditë mes bankierëve. Një detaj i rëndësishëm i deklaruar nga i arrestuari Bitraj. Çfarë zbulohet nëse ky detaj rezulton i vërtet? Kush është tjetër pas vjedhjes në BSH? Pse ka implikime të reja në lojën e vjedhjes së magazinës së Vlerës? Një shpjegim hap pas hapi se si vireshin lekët e dërguara në arka për asgjësim. Ato që pan dhe ato që nuk pan vjen në televizion, nga skandali i vjedhjes së Thesarit. Ky artikull do ta lexoni më gjerësisht në faqen 2, 3 dhe 4. Intervistë. Zhani Çakulli, të kesh baba Filip Çakullin, një rrëfim pasdasme. Fjala e fundit e Neçmijes në gjyq dhe zhvarrosja e Hoxhës. Në brendësi, ligjvënës reflektoni sot për Himarën nga Nikollaj Qmeranci. Dy llojet e njerëzve të këtij vendi nga Coloreto Çukalli. Qua në Facebook Berishëm psikopat, Kosova shkarkon ambasadorin. Mulo Osmani, 20 minutat e mia me prokurorët për Fatmir Xhindin. Reagimi nga Bureli, çfarë kanë diskutuar tre të dërguarit e Llallës dhe pse biseda ka dështuar. Këto dhe të tjera artikuj të lexoni më gjerësisht në gazetën Dita. Vijoj me gazetën Shqip. Rrëfem vjedhësit e Thesarit. Bitraj, po të kisha bërë pak më shumë kujdes nuk do të më kapnin. Padia KKP-s për Elvis Shefën, në kryetari KLD-s në akus për një pronë me vlerë 100 milion euro. Ne Arnautët e Palestinës nga Fatos Baxhaku. Dalin rezultatet e sondazhit me 16.000 veta. Çuçi, kryekomunarët u kujtuan vonë për propozimet. Parlamenti miraton sot ndarjen e re. Shqipëria mbyll ambasadat në 4 shtete. Asnjë lajm turistik nga Kruja, nga Duededaj. Rama kërkon miratimin e një kodi komunikimi, PS vendos rregulla për disiplinimin e deputetëve. Gjendet e vrarë në plumb pas shpine 65 vjeçaria. Dyshime për krim në familje shoqërojnë vajza dhe nipi. Qeveria ul çmimin e referencës për pronat. Rama ja kemi kaluar britanisë me universitete. Studimi, pemët shpëtojnë më shumë jetë se sa mendohet. Mësime jete. Rumiu, poeti persian më dehës. Analiza, Ukraina, rrugë gjatë drejt fitimit të ri. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni më gjerësisht në gazetën Shqip. Vijoj me gazetën e radhës Panorama. Për legalizimet, harta e re, qeveria ul çmimin e pronave. Miratohet harta e re e Vlerës. Ulet përfitimi nga kompensimi për ishpronarët. Lame prisni punonjësit aluzinit në shtëpi. Braçe, guvernatori pranoi dështimin e sistemit të sigurisë nga njerëzit. Vjedhja në bank Bitraj, po të mos preki aparate vjetra s'do zbulohesha. Replikat mes Tërkaj dhe Tahirit. Zbardhe debati në grupin e PS-s. Rama pranoi përgjegjësitë. Libri i Blushit, vitet hëna e Shqipërisë para paditën piratët. U njohu 2000 hektar të afërme, kallëzim penal për Elvis Shefën. Zhduket dëshmitari i mbrojtur që pa vrasjen e komisarit. Berisha, Rama bleu votën e Mark Prokut. Dëshmitari nuk paraqitet në gjyqin e vllajt të deputetit të mazhorancës. Humbi kontaktet.
Opinion, letër e hapur për 140 deputetët të parlamentit nga Romeo Gurakuqi. Beqir Balluku me gruan morën valutën e ministrisë. Stisja e çështjes himara me hartën qeveritare nga Artan Hoxha. Minoriteti në variantet e qeveritare të hartave. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni më gjerësisht në gazetën Panorama Group. Vijojmë në gazetën e radhës Mapo. 2.000 hektar me vlerë 100 milion euro u dhanë me dokumentet false. Reagon Elvis Qefa po synohet eliminimi i kokave të KLD-s. Vendimin për të cilin më akuzojnë nuk e kam dhënë unë. Pronat dhe legalizimet, miratohet harta e re me çmimet e tokës për çdo qark. Ilir Meta, një ngjarje e pakëndshme ndodhi në bankë, prokuroria hetime të plota. Dëshmitari i Kyç mungon në seancën e 6 të avokatit, të lirohet Arben Proku. Ngërç nga Bujar Kapexhiu, do votojmë reformat. Nis hetimi për aksidentit, shembe tuneli i Hecit vdesin 2 punëtorë shqiptar dhe një turk. Këshilla të mjekut, diabeti në verë, si të mbrojemi dhe si të kujdesemi. Fullani në kuvent, festari nuk është trekur, braçe, tolerant zero për vjedhjen. Kosova në pritje dhe gjykatës speciale. Këto dhe të tjera artikuj do t'i lexoni në gazetën Mapo. Vijoj me gazetën e radhës shqiptare. Gazeta shqiptare hapet me ky artikullin. 4 ministrat me mandat, Edi Rama dorëzoheni brenda javës. Kreu i qeverisë i kërkon mbushatje. Tahirit, Gjiknurit e Canit të lënë mandatin e deputetit. Jakush i zvendëson në kuvent. Zbardhen debatet për ligjin e policisë. Nexhmia Shau pashallarët e kuqe, veri tha, burri mençur. Liliana Hoxha, letra e Nasho Jorgaqit, inkuzicion, agenturor kundër Kadares. Kam folur shumë herë për të si vegël e 2 Nexhmieve dhe Ilir Hoxhës, por besoja që mbetej vetëm në nivelin e Kalemgjiut. Roland Keta, territori diskriminon Dibrën. Konflikte në Gaza, Izraeli, Hamasi është problemi. Demilitarizimi është zgjidhja. Rrëfimi drama e një familje në Tiranë. Djali plagos me thik, baba një depresion për një vajzë. Qeveria miraton çmimet e trojeve ja tarifat e legalizimet. Qafmoll, shembe tuneli i Hecit vdesin 3 punëtorë. Pullani takon Ramën në zyrën e kryeministri. Hetohen kazinot. Opinioni jo fakte, vetëm opinione nga Artur Çani. Opinioni i ditës nga Artan Hoxha, mëkatarët e vjedhjes së Bankës së Shqipërisë. Berisha në 2000 zona minoritare. Pollonxhuki, letra e 1645-s. Kapedani Gjon Bixheli i quajti shqiptarë banorët e Himarës. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni më gjerësisht në gazetën shqiptare. Vijoj me gazetën e radhës Panorama Sport. Kaos te vllaznia, Gea Sport drejt largimit. Administratori Grabova, bashkia ndërhyn te lista e lojtarëve. PSHF fton talentin e Shalkës, Hoxha vishet kuqezi. Tirana, fitoi në test Karabeci duan titullin. Skënderbeu kampionët akord me një sulmues brazilian. Zeqiri firmon Stekukusi. Gilberto drejt Vlorës. Flet presidenti. Partiani do titullin duro më i miri. Partizani do titullin duro më i miri. Për 2 vite, Vuça e akord me polakët e FC Ruh. Roma thyen Realin plas Sherri në fush. Formacioni zbardhet plani i Pepit Bayerin me 3 mbrojtës. Miqësoria Manchester një mund Interin, do hirë bëjnë 2 blerje. Juvja zhgënjen sërish barazon me Cezenën. Këto dhe të tjera artikuj të dashur sport dashës do t'i lexoni në gazetën Panorama Sport. Vijoj me gazetën Telegraf. Cani guvernator, Angjeli tek financat. Grabitja e pasurisë kombëtare nga zyrtarët me kollare. Ka tronditur përveç opinionit publik dhe FMN-s në Bankën Botërore. Historiku i grabitjeve të Thesarit, pasuria prallore dhe lëvizjet për të shpëtuar Bankën Qendrore. E vërteta e demonstratave të dhjetorit. Flet Agim Gjakova, takimi i Ramizit me serbët, përgjimit e 15 kaçi dhe korruptimi i sigurimit. Shikëllimat kundër Berishës, Arapit dhe darkat e Dajti e Sofo Lazrit, Uçit dhe Agollit. Mozaik aktualitet,
Lindita Nikollit, 300 ditët që përmirësuan arsimin shqiptar. Arben Ahmeta, integrimi i tregut shqiptar në atë europian. Opinion koment, Banka e Shqipërisë në Lazarati, nga Alqin Aqellari. Nuk haroj masakrën greke nga Nebil Çika. Vlerësuesit e pavlerësuar të maturës shtetërore nga Ndriçi Mehmeti. Not thyen 17 rekorde kombëtare, mbyllet me sukses Kupa e Republikës. Shpërthejnë kampionët, po i kthej dinjiteti sportit më popullor. Flasin rekordmenët dhe drejtuesit e ekipeve fituese. Ekonomia në Telegraf. Muarem Xhafa hajdutët po vjen në postet e larta, Mitroçela, se banka kombëtare tregtare ushqit $1. Flet Fadil Kepi, ligj i ri për pensionet suplementare të reduktuara, familjare, invalide dhe minotorëve, mashtrimi i punonjësve të nëntokës me moshën. Tragjedi në Hidrocentral. Një ditë pas analizës 300 ditore të gjiknurit, 3 të vdekur dhe një i plagosur nga shembja e tunelit. Favorizonin kompanit. KLSH kallëzon 2 doganier në Porto Romano për shpërdorim detyre dhe humbjen e $4.2 milion. Përplasja në drejtësi, ministria kallëzim penal për Elvis Shefën. Falsifikoi 1220 hektar tokë. Shefa është sulm politik. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni më gjërësisht në gazetën Telegraf. Vijoj me gazetën e radhës sot. Elvis Shefa kallëzohet penalisht në prokurori. U dha familjarëve të bashortes 1000 hektar tokë. Ja dokumenti falsifikuar. Rama ultimatum deputetëve. Rebel. Nëse dilni dhe njëherë kundër jeni të përjashtuar, ndarjen territoriale nuk do ta bëjë Greqia. Erion Braçe, tolerancë zero me përgjegjësit e grabitjes së bankës, Fullani në zyrë të Rama. Sot Idrizi në kuvent ndryshon tortën e pushtetit, janë 22 ligje të nxehta në agjendën e seancës plenare. Qeveria kriteret të forta për përzgjedhjen e studentëve. Universitetet fantazmë do shkrihen në dhjetor. Arben Ahmeta e gjetëm ekonominë si në 97-ën. Investimet e huaja sfidë kryesore për 300 ditët e ardhshme. Kryeministri u kërkon 4 ministrave të dorëzojnë mandatet e deputetit brenda javës. Sajmir Tahiri debat me deputetët e PS-s për shkrirjen e Gardhës. Pino Çuçi përplasen me Andrea Marton për reformën territoriale. Prokuroria drejt dështimit me gjyqin ndaj Arben Frokut. Zhduket dëshmitari kyçi procesit. Gara për PD-n e Tiranës, Basha përjashton 150 kandidat, urdhëron mbylljen e zgjedhjeve për 3 ditë, strukturat në kaos. Prokuroria thellon hetimet për vjedhjen e bankës Ardian Fullani, 2 skenar për mbylljen e Grotës së Zezë. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni më gjërësisht në gazetën sot. Vijoj me gazetën shqiptaria.com. Investigimi. Ja si prodhohen dhe si digjen kartë monedat. Si funksionon sistemi i sigurisë që lejoi vjedhjen e 713 milion lekë? Se dyshohet se hajdutët janë më shumë se 2. Rrëfimi Ardian Bitrajt, gjatë botrorit çdo pasditë merrja para nga Fesari. Guvernatori, Ardian Fullani, sistemi është okej, shkelja u bën nga njerëzit. Territori, zbardhen bashkitë e reja ja zonat që bashkohen. Turizmi historik, udhëtim në Përkalat, Shqipëria ime fantastike. Satir politike nga Arben Duka, vjedhja e thesarit të bankës një turp kombëtar. Koment nga Miliam Shefiku, betejë e fundit e UÇK-s. Drejtësia Çefa paditet nga AKP, 2000 hektar tokë shteti për të afërmit. Vendimi, ndalin çmimet e reja të tokës, AKP gati kompensimin. Arben Duka nderohet me titullin qytetar nderi i qytetit të Gjirokastrës. Mbledhja Rama urdhëron 4 ministra të dorëzojnë mandatin e deputetit. Këto artikuj do të lexoni më gjërësisht në gazetën shqiptaria.com dhe me gazetën shqiptaria.com kemi përfunduar shtypin e përditshëm për datën e sotme 31 korrik 2014. Ju falenderoj që na ndiqni. Ritakohemi sërish nesër. Miru dëgjofsh.